Unë e di që jam pak e çuditshme, ju nuk e besoni, por realisht është shumë e vërtet. Unë jam tip shumë i çuditshëm. Nëse del diçka që është trendi, nëse del diçka që është në modë, nëse del diçka që në thonjë za është bërë virale, jo se nuk ka qenë, por që ndoshta ndonjë prej, sepse zakonisht bëjnë virale kur ndonjë prej influencerave i bëjmë publik, dhe unë i blej gjëra. Në fakt, të që do të tregoj tani e kam bler kur e kam pas tokën shumë të gjatë dhe nuk e kam përdorur asnjëherë. E kam fjalën për këtë më shumë. Dhe unë do ta tregoj. Madje edhe në karton e kam ruajtur akoma se re është dhe e kam futur aty brenda në dollap, në një cep. As tek ajo, e pse të komod që mbajmë kështu, tek ato komodina, nuk e di si e quani, tek ato. Madje shife, e kam akoma me ato broshurën e vet. Sepse unë nuk e kam përdorur asnjëherë, vetëm thjesht e kam provuar në shtëpi, domethënë kur e kam bler, edhe nuk e kam përdorur. Është kjo. Unë kam bler këtë. Si quhet, nuk e di, pak më të madhe, sa ajo tjetra më e vogla, ka dy kështu dhe një poshtë. Vetëm thjesht e kam provuar dhe nuk e kam përdorur asnjëherë. Ose unë jam tipi çuditshëm, ose nuk e di. Dhe me thënë drejtë kam shumë gjëra dhe nga ato që i kam bler, që i kam aty, në fakt kam bërë një dollap në porosi, te këto mobiliaret që bëjnë kështu, që punojnë me dru, dhe kam mbushur vetëm me gjëra që unë nuk i kam, domethënë i kam bler, që si kam përdorur asnjëherë, ose që nuk i kam përdorur, nuk e përdor më. Dhe është me vërtet shumë e çuditshme. Nuk e di nëse ka tipa si puna ime, nuk e se jam e pasur, por thjesht mundom të plotësoj qefin vetes dhe të jem me kohën, me modën, por kjo nuk do të thotë që të abuzoj me veten, edhe në thonjza të keq përdor veten. E përdor, po jo e keq përdor. Ju dua. Më thoni në komenta kush nga ju i ka, do të thonë që blesh gjëra dhe nuk e përdor si puna ime.